Kuvendi i Shqipërisë në agendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm në botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na that, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj të mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministre apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Të gënjesh është edhe profesion sot dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kemë atë vendimin tënd se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. 8-0. Dhe sa i përket 8-0, po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këtë që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut që është damkosur parambar shqiptarëve si hajduti kryesor në historinë e kombit dhe një nga më kryesor në historinë e Europës. Ai po u përdor ju si lolo, ai po u përdor ju jo si zar, po si kukulla të vërteta. Ai po u keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifni u kështu se me inat gjoja. Ja t'u them unë se këta avokatrit e lubis në sallë, kur ndodhen pa të huajve, e kyçin gojnë, nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thonë një fjalë, kur rrinë si pula, kurse këtu ju nxisin ju drejt i krimit të vërtet. Kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv që ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta. Nuk shtrohet që është imuniteti, është rregullim procedurial. Dakord? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet i ri. Se në konceptin e imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetut prokuroria të hetoj? Po. A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimi nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo heqjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni.